Një nga sfidat që kanë universitetet sot me studentët është të jenë sa më interaktiv, të jenë sa më interesant dhe sa më praktik. Dhe sigurisht që praktika vjen nga një bazament i mirë teorik. Në eksperiencën time pedagogjike jam munduar gjithmonë që mos të jem ai pedagogu skolastik tipik i cili reciton slajde dhe bëhet monoton. Por kam dashur gjithmonë që në një destinacion, në një koncept, të shkoj bashkë me studentët, përmes pyetjeve, duke interaktuar me ta dhe duke bërë gjithë përfshirëse. Pra, po shkojmë së bashku në një koncept, jo po shkoj unë dhe po ja u tregoj çfarë është kjo. Por hajde të shkojmë, hajde ta diskutojmë dhe hajde të mbrim në një destinacion konceptual së bashku. Tani, thënë këto, në duhet, dhe këtu fillon edhe pjesa praktike, ajo pjesë që unë e kam shumë të rëndësishme. Deri tani keni në një pyetje, keni kuptuar pak a shumë logjikën dhe mënyrën se si duhet funksionoj një menaxher, nuk po themi në kushte ideale, por po flasim në pozicionin që ai ndodhet, në strukturë dhe në rolet që duhet zhvilloj efektivisht. Kështu që sfidat janë të ndryshme, mjafton që ti ta kesh me dëshirë këtë gjë, pra të hysh dhe në stofën e studentit, pra të zhvillosh një lloj empatie që kuptosh studentin dhe nevojat që ai ka dhe pastaj ti përshtatesh produktin akademik më adekuat. Dhe kemi Henry Mintzberg, i famshëm, madje ka zhvilluar dhe doktoraturë për rolet menaxheriale. Shikoj një interes shumë të madh për degët që janë realisht emergjente, sidomos marketingu digital, content manager, deg që sot po i kërkon tregu më së shumti dhe studentët investohen më së miri dhe gjejnë veten edhe në auditoret tona, por dhe në tregun e punës. Ju e keni të qartë, pra e keni të qartë anatomin menaxheriale. Sistematikisht studentëve i rekomandoj, jo më shumë këshilla, por më shumë orientime. I them që e para zgjedhjen duhet ta bëni me pasion, pra aty ku keni vokacionin tuaj personal, aty ku dini të bëni më shumë. Fakulteti i Ekonomisë është një nga ato fakultete që nuk ka pasur asnjëherë rënje në regjistrime. Ne vazhdojmë çdo vit të kemi të njëjtat kuota, pra të gjitha kuotat që merr Fakulteti i Ekonomisë, të gjitha kuotat mbulohen më së miri. Por a mjafton universitet vetëm të dish? A e dini kjo memorie, e dini sa do ju qëndroj? Maksimalisht? Maksimalisht deri në 2 javë. 80% e kësaj do t'ju zvanitet rrugës, sepse truri juaj do selektoj informacione të tjera që mund të jenë më të rëndësishme, që lidhen me një intensitet emocional të saktuar. Por nëse neve të gjithë kësaj që tham deri tani, do t'i bashkangjisim dhe një aktivitet praktik, ka shumë gjasa që ju ta çonin memorien afatgjatë direkt. Kujtoj veten time në vitet e para kur kam pasur shumë emocione, lëvizje shumë nëpër klasë dhe nga njëherë konfundohesha sepse vija nga Universiteti i Romës, vija nga Italia dhe kisha një zhargon të gjuhës, le të themi, shkencore menaxheriale, e kisha më së shumti italisht dhe kisha gjithmonë probleme për ta shqipëruar dhe për ta thënë ashtu siç duhej në shqip. Dhe këtu ka qenë sfida ime e parë. Më tej marr doktoraturën në Fakultetin e Ekonomisë me temën faktorët përcaktues të qëllimit sipërmarrës, edhe aty ka qenë një moment i rëndësishëm. Doktoratura për ne pedagogët është një hap shumë thelbësor për neve. Më tej pastaj kam qenë lektor kryesor në 2 lëndët që unë vazhdoj dhe i zhvilloj edhe tani, në lëndën e baza menaxhimit në bachelor dhe leadership në master shkencor dhe profesional. Një rrugtim i bukur, do doja të rikthehesha edhe një herë, po, por me mend që kam tani, kështu që nuk e di, vazhdoj akoma ta kem me shumë pasion në auditorin dhe nuk do doja të tërhiqesha asnjëherë për asnjë lloj pune që mund të më ofrojë, qoftë edhe në institucione të tjera apo nëpër biznese. Dua të qëndroj këtu, të jap maksimumin tim në auditor. Okej, hajdini me mua t'ju tregoj jetën jashtë fakultetit. Çfarë bën kësia? Në Fakultetin e Ekonomisë nuk kam gjetur vetëm kolegë,
po kam gjetur edhe shumë miq dhe shumë shok dhe shumë mbështetës. Dhe profesor Ali, si ke kaluar sot? Çfarë bërë? Mirë, ja, e mbyllëm me sukses. Kur takoj kolegët, në shumicën e rasteve ato më drejtohen, "Ej kampion, si po kalon", në kuptimin e arritjeve të mia në fushën e motorsportit. Si profesorati, si kolegët, si miqtë e mi këtu në fakultet, kur unë i kam treguar për eksperiencat e mia në motorsport, fillimisht e kanë marrë një çik kështu me të qeshur, jo seriozisht. Dhe kanë menduar ti tani e profesor dhe do bësh gara me makina, që është një sport i rrezikshëm dhe mund të kesh rezultate, e dyshoj pak, sepse edhe unë në fillimet e mia kam qenë skeptik, kam pas edhe unë frikrat e mia. Dhe kolegët me shumë të drejtë më kanë thënë, "Çfarë do ti që hyn ti sporti, ke bërë një investim për jetën tënde, je pedagog, ke edhe punë jashtë fakultetit si trajner apo si konsulent apo si menaxher projektesh, dhe pse duhet të hysh tani ti sporti që kërkon shumë mund financiar, kërkon shumë impenjim fizik, madje edhe je riskuar në çdo garë. Dhe nuk është se ma kanë rekomanduar fuqimisht këtë përfshirje time. Por më tej kur kam parë rezultate, pastaj më kanë përgëzuar, edhe drejtuesit e institucioneve kanë qenë shumë mbështetës dhe shumë krenar, sidomos dhe kur kemi vendosur dhe logon e Fakultetit të Ekonomisë në makinën time.